Përshëndetje të dashur shikues për gjithë ju që jeni duke na ndjekur në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi e edhe në diasporë. Po takohemi sërish sonte për të sjellur materialet e atyre të cilët ju i adhuroni, artistëve tanë, këngëtarëve tanë, të cilët gjatë javës që vëllëm pas, kanë bërë edhe diçka në jetën e tyre. E mbrëmjen e sonte e nisim me njërin prej këngëtarëve tona më të respektuara dhe më të pëlqyeshme. Familjes së saj para 6 javësh i ushtua edhe një tjetër antar. Është ky djali i saj, Nuri, i cili vjen sonte për herë të parë në prive, së bashku me nënën e tij Dona Dalloshi, për të na shpalosur më shumë sa i përket atyre ditëve kur edhe lindi Nuri. E ndjekim bashkë një material të përgatitur nga Florian Halili. Nuk ka më mirë se si të nis viti për një femër që ka familjen, famën, parat e në fillim vit bëhet nën për të dytën herë me një djalë. Mbi të gjitha të shëndosh. Ky është fati që shumë këngëtare nuk i përcjell. Fama shpesh lëkundër rahatin, të ardhurat, familjen dhe ndryshon karakterin. Dona Dalloshi edhe pritej pak a shumë të kishte kësillë jetesi që gëzon sot pal mënyrës se si u ndërtua ndër vite. Ishte fundi muajit nëntor të vitit të kaluar kur ajo tregoi për shtatzanin e saj, teksa prive realizoi një intervistë me këngëtaren lidhur me fëmijën e dytë që këngëtarja po priste. Aso kohë e Dona ishte në fund të muajit të shtatë e deri tani ajo nuk deklaroi asnjë gjë lidhur me detajet e shtatzanisë. Shtatzanin është e vështirë, kuptohet, nuk është e lehtë, po në fillimin e shtatzanisë e pata pak më të lehtë, e mora ashtu me lehtësi dhe ndoshta gjatë sezonës verës punova të verën. Nuk e ndjeva 3 mujorin e parë të shtatzanisë dhe deri në fund pat, për dallim nga shtatzania e parë, këtë shtatzaninë e dytë e kam kalu shumë ma lehtë. Këngëtara kishte një histori të veçantë kur erdhi momenti i lindjes së djalit të saj. Foshnja e Donës arritin këtë botë para kohës së paramenduar, por fatmirësisht mirë. Lindja e djalit ka qenë shumë interesant, sepse unë atë ditë as nuk kom pas me lind, as ëndër se kom pas që lindja ditë. Ne u vonëm gati bashkë me burrin edhe me vajzën me dalë në qytet, me ble diçka kështu, edhe rastisht shkova me bën një kontroll. Në moment më kanë futur në salë të operacionit, ashtu kish ardhur puna dhe me thonë drejt bajgi jo më frigu kështu, se nuk e disha se çka po ndodh. Mendojsha vetëm te beba që ti me lind shënë shumë mirë, po mos edhe lindja shkoj shumë mirë, mandej një lehtësim edhe shumë i madh. Në familjen e saj tashmë ishin mësuar vetëm me vajzën Doa. Shtëpisë së tyre po i shtuaj edhe një antar, gjenia e cilit ishte djalë, e reagimet ishin nga më të ndryshmet. Ka qenë gëzim shumë i madh, ndoshta edhe këta nuk e kam prit që kom e lind atë ditë, po tu i falenderu gjithë stafit të mjekëve të cilët më kanë ndihmu në lindja, ata i kanë lajmëru tash përmes telefonave kanë fotografu djalin edhe menjëherë kanë dërgu me Viber familjarëve. Ndjen shumë e mirë, janë gëzu shumë, gëzim shumë i madh. Djali e Donës mori emrin Nur, që është tipik shqiptar, por në përgjithësi është i përhapur në të gjitha gjuhët orientale, e në varësi prej vendit pëson ndryshime. Emrin e vendosa unë. Si emër më ka pëlqy edhe përpara, po kështu shpeshherë u mbledhshim edhe desha me marrë edhe ndonjë ide dikuj tjetër, a ka ndonjë emër ndoshta se nuk dihet pak më të veçantë, edhe pse emri Nur është emër që unë e kam dëgjuar edhe më herët, ka në shqiptari emri Nur. Si opcion ka qenë edhe Nar, po te ky fundit nuk e gjeta kuptimin. Te emri Nur, më do një kuptim shumë i mirë që do të dritë. Vajza e Donës Doa është rritur me vëmendjen maksimale nga prindërit dhe gjyshrit e saj, e që sot ndoshta do të zbehet fal ardhjes në jetë të Nurit të vogël që gjasat që doa t'je xheloze janë të mëdha. Djali i pëngjon Doas, kopje e Doas është. Doa kështu ka qenë e vogël. Edhe tash po hjeki mallin e Doas vogël.
edhe dua për pranon edhe ma mirë, se po thot, unë jam e vogël, që shtë kom qenë e vogël. Gjatë krejt shtatzanis me gzim e ka prit lindjen e bebit, ardhen e vllat, me gzim, edhe pse ajo ka pas shumë dëshirë me qenë vajzë, po mandej dikur u pajtu se do t'jetë vlla, po shumë mirë, deri tash shumë mirë. Me qenë se dua ka qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes, edhe unë tash po kam pak ma tepër kujdes, edhe pse beba lyp një përkushtim shumë atë madh kuptohet, po edhe doan po mundona mos me la nanash. Për këngëtarën e domosdoshme është ndihma e familjarëve pasi që datat e saj janë të caktuara për sezonin e verës, dhe s'ka se si t'janë ulaj, pa marrë parasysh angazhimin si nën. Tash jam pushim, besoj deri në fund të majit, po kujdesna vet, po fatmirësisht i kam prindët e mi afër dhe ndihmën më të madhe ma japin ata nana, babi, motrat. Nur mori vëmendje mediatike ende parë në jetë. Kur ishte për të parë nga fansat e nënës së tij, shprehej gjithandej në rrjetet sociale. Ai u shfaq tani. Simpatik e i ëmbël, i urojmë ta ketë fatin e botës e të rritet pranë prindërve e motrës.